Mëngjesin e 14 qershorit kanë tentu me na nxonë gjallë. Na kanë rrethu pitana onve. Që granat, ata kalon vdekun, e mu ka plagos rënë. Që atë është plagesa e pare emja që bu. Më shku zhagja kom gjitë, Armendin e kom shku në Armend, i ka këty kryt tjetër non, e kujtoja ditë kur kom thonë, he Allah një mam, pop jem që në kom. Edhe kom vazhdu me njënën kom, këta të ngre zhag, e kom marrë armen e kom pas një 5-6 metra, largë meje, më 14 qershor. Ko një ofenziv e jashtëzakonshëm e serbëve. Në atë periudhë njerëz nuk përshkruaj një atë, është kon problem ti me ditë kur ka fillu sulm, se të natën kanë gjujt bombardim. Të natën, të ditën, gjujt, aty s'ke mujt me ditë, filloj këtu, filloj aty. Na njësin komplet i kem pas në Vaksh, na i kem pas disa fshatar, edhe një 7 veti më konë njësis në Dranac. Edhe tonë kohën kem luftu, të rrethum të na onë, do më thonë, mëngjesin e 14 qershorit kanë tentu me na nxonë gjallë. Na kanë rrethu pitana onve. Unë e Musa, Musmaloku, Kushokon Ramuka, Arsim Lekaj, në konë kam pas dë një 3-4 a 5 në konë fshatar aty, tash mos më kapni për emna këtu që bukur problem që ku e fështirë që është në atë kuj kem takuna aty. Tani tonë dikon një deri ka gjysa ditës mund thëmë. Ose kanë 10, qashtu ka ura 10, kem pas të na unë. Vrapo ishim im kënë të organizum njerës që kishim në për pika, që kishim që erujshim, edhe shkojshim tenkat i nalshim. Shkojshim tenken e gjujshim e izollë, se s'kishim armë trona, po që ato që i kishim i përdërshim. E nalshim në atë pikë, aty tash tjetër në pikë, sulmojshim pitana onve, që në atë rrethun, shkojshim tjetër në pikë, sulmo, nalo, këthau, tjetërën. Edhe kur se arroj, dikun të është gjamija në Dranocit, jem hi edhe jem konë situatë keqë se me të pa municion. Edhe e di që në bërë gjamis aty, jem hi edhe Musa me një dy ushtarë tjerë, në konë të e qelë ato edhe konë shumë problem, se këto jenë shumë problem me thikë me qelë municionin. Edhe unë jem konë me Armend Kuklecin, tash të shmur, që aty të ra të shmur, jem konë bisede si për të bisedu lidhje me situatën e kështu, e di që ka ra granat. Tash që granat, ata kalon vdekun, e mu ka plagos rënë. Që atë është plagesa e pare emja që bu, edhe jenë plagos edhe tjertë, po ata shumë letë. Ditë që tash predha, ku bjen, tash ka shkojnë tash me të aty është diçka tjetër. E di që konë të rrethum të na onë, po situatën para se me shu predhen, e kom pas që në kënë afronë, kom sëri, kom dalë për një farë qoshit murët, e i kom sëlmu, është interesat që shumë ka pas. Të ardhë, kom sëri, e tash ku i kom sëlmu në edhe në atë farë formën të i shajt, edhe në këthyjën veqër dzëshin shpinë dhe të qitë dhe kanë fillu të shi kom ardhë, thash jenë të shpejt qelne, se jenë të në rrethu. Në qatë të momente ka ra, granat, edhe di që jenë largu t'jem për atyjit, kanë fillu pak ma poshtë, edhe më kanë lonë mu edhe Armendin. Të më nofë që edhe unë kom vdekë që o konë qitatë shumë, është diçka e pa imaginushme, o konë shumë me menu, jo kë, po dy tim konë, dyve nga kanë konsideru vdekun. Po vedia dyve? Po, pa vedije. Edhe i plagusën, rana kanë pa gjaktirë dhe në madhe ato, edhe tash nuk ju ka epë mundësia ty me shpitu me të rekord, shansë teorike s'ka pas, që im ku numëri vëtër. Edhe unë e di që isha konë një farforme të shpurd, ma vonë të sa kom najtë pa vedije, nuk më e parashikoj, ato e nësane që edhe tu sili kom ra në kryu Armendit, Armend Kuklecit ashtë të shmurë.
E aty e di që më ka ardhë veti edhe mas të pare e di që e kom kap kamën temë, e kom shtrënguar, kom pasi atje kof pulpin komplet e kish put, ashtin, dalë ashti gati krejt Cipri, e kom harru kamën, më shku zhak, ja kom gjitë, Armendin e kom shku në Armend, i ka këty kryt tjetër non, edhe pash, vish kom qyrë ku ka marrë, se e dita që e shku, s'ka pas as puls as san, e kom verifiku, e ka atje koft, e ka pas krahun, komplet granata, e kish këput krahun, dhe për tu krejt. Krejt e koni mbulum gjaka i vend. Edhe kom tentu muqu, s'ka mujt. E di që është njeri o pak tash, njerëz pak që besojnë edhe në Zotë edhe se ka moral. E kujtoja ditë kur kom thonë, hej Allah një mam, pop jem që në kom. Edhe kom vazhdu me njënën kom, këta të ngrej zhak, e kom marrë armen e kom pas një 5-6 metra, largë meje. Se tash kur më ka hedhë hazja, ajo më ka hedhë karma. E kom marrë dhe, është interesant, kur e më dalë për ati objektit, sërt kalëshin për një objekt tjetër, të vrapu, që aty krejt ishim të rëthum. Edhe veç për qa, unë e kom në zhagë, asë më gjushin, vish bëshin, asë më qyrja, vish gjushin, unë i shish atu, ka për ty për një shumë në afërsi. Tu kalu në shpejtësi për një objekt. Kur më të rejkë mrapa, i kom pash shok të aty dhe në të meru, kur më kanë pa mu, se sikur tash me dhonë, për imaginoj, kanë thonë, Armendi vdiq vali. Edhe ata kur qova, unë si mu që vampir, kur më kanë pa në që ditë, ju me thash qapë, kur më piska, thash qapë më qërni, a dini qëfar citate, jeni të rëthum, të reki shpejt, edhe i kom thonë, mu lem ne, kur që arroj, kom hek gjyksoren, i kom marrë dy bume, ka lash që e pash që unë si shë japë mo, e pash që filloj gjakderdhe a madhe, filloj me më qu imuniteti. S'kisha fëqin. Edhe i kom thonë, lemni mu, largohi, i mbrojën e kur të afrojën në shëj. Bumet edhe, kur se harroj, vjekes që emnin që di, se hera par, është që e kom pa djallë aty në fshat, edhe konë bukur zhvillum, edhe ajo konë pak në kraj plagos, po nuk u ko shumë, në rastin e bumës. Banor. Po banor i fshatit aty, e di që ma kanë gjitë edhe më ka ngrej zhak, më ka qinë shpinë, më ka ngrej zhak, dhe me shku një 100 metra. Më ka afru një farë objekti edhe aty, tentëshin me dhez një makinë. E shisha armen që atë unë s'musha me ngrej, se thësha, disha që vinë tash, nuk kisha fuqi me kap armen, që e hupa gjak shumë. Ku me ditë sa, kom najtë pa vedi, kur jam që të shi, unë kom një më lërgu një nën kom, një 5-60 metra, ma shumë, një nën kom, një më lërgu. E të shi gjakja, fuqia gjakut, se është kënda mari kom, së të më dhe nështë. Edhe, aty e di që s'mushim i dhez një makinë. Me më të rek për i vendit në gjarës. Edhe, nuk e di sa ka zotë bukur shumë me dhezat makinë, o konë vjekesh shumë, na i qyshim sushi që e mësu me pseudonime, edhe ju me emna fort, kur se arroj, o konë shofer, më kanë kap, më kanë dhezat gjep, më kanë shti, edhe me më largu tash në drejtim Vokshit, që është po, që e tërheke ka qenë shumë të meshme. Unë i plagosur në randë, mo nuk ishaj fuqi për mu marë, po e di që atë gjep në kanë sëlmu me snajpera, kejtë shpore bëshë, po nuk në kapke, se o konë rruga e fleshte dhe o konë është kush e din aty, dranac, Slovak, janë rrugë, për pjesë, poshtë, edhe kur o helke gjipi vip që ajo, po më doke ja hupke edhe drejtimin e gjujtje me shpejtësit madhe më kanë që në vaksh.